Artizania korçare Brunilda Zguro ka hapur në qytetin e Korçës atelien Arti në duart e gruas, një hapësirë ku tradita e artizanatit ndërthuret me elemente moderne. Në këtë atelie prezantohen punimet e realizuara me dorë, stilime dhe riparime veshjesh, suvenire, dhurata dhe aksesor të veçantë. Fillimi ishte që më janë dyqan tek pazari, pas aty ka vlera dhe qyteti merr dhe një vlerë tjetër nga punimet e dorës. Po pa mundësia e kohës më detyroi ta bëj afër ambientit të shtëpisë dhe kjo atelie të rihapet përsëri, po me një mësime më të madhe. Domethënë duke mbledhur jo ndër vite, po edhe të kohëve të fundit kërkesat që janë më të kërkuara në treg. Punimet janë më të shumtat, shtizë, grep, qëndisi, makrame, kostumet, duke i veshur të përditshme me duke dhënë çik folk, dhe kam menduar të gërshetoj edhe me këto aksesorët e përditshëm, me çanta, bizhu, dhurata, aksesor për çantat, dhurata shtëpie, çdo gjë që mund të hyjë në punë një familje apo një individi që ka qef artizanatin. Brunilda tregon se prej më shumë se 40 vitesh i është përkushtuar punimeve artizanale dhe se interesi për këtë traditë vijon të jetë i lartë. Unë nuk e kuptoj dot ditën time pa punuar në një punëdore ta mbyll deri në darkë dhe koha që unë punoj është darka. Gjatë ditës nuk kam kohë, domethënë është tërë koha në lëvizje, detyrohem në darkë të ulem e të punoj. Klientët i kam nga tërë trevat, çfarë të them, Kosovë, Shqipëri, Amerikë, Kanada, Itali, Greqi. Kam goxha miq që vazhdojnë të më marrin, e vazhdojnë të më porositin, të gjithë pas kërkesave të tyre. Me dëshirën për ta përcjellë këtë pasion edhe te brezat e rinj, Brunilda synon që atelieja të shërbejë si një hapësirë ku artizanati dhe krijimtaria e grave të marrin më shumë vëmendje, ku çdo punim i realizuar mbart një histori dhe ruan elemente të traditës.